Një transmetim për mujahidit. Mujahidi është tabiin gjenerat e dytë, sahabit tabiinit. Dhe ka posë emrin mujahid. Djetori madhi i umetit islam. Dhe adin tha se si trajtohet kjo fjala e Allahut azza wa jall në këtë ajet. Tha kjo trajtohet kështu. Nëse ndonjëri prej prindërve të tu, ose që të dy, i zën pleqnia e thellë të këtij në shtëpinë tonë. Nëse i zën. Dhe qa që thellë sa që donë Allahu mos mja mor shpirtin e tyre duke qenë rahat është në shëmirë, por i zem pleqnia bën vakia, thot sipas mujahidit, bën vakia mbetet që ti duhesh me ja hek edhe nevojat fiziologjike. Edhe ti duhesh me angjit pampersin. Edhe ti ndoshta me pastru prej nevojës së vogël edhe nevojës së madhe. Duhesh me i pastru. Nëse është puna edhe kjo kështu, tha atëherë tha mos u paraqit tek prindrit e tu se jeni kam shqetësoni, se unë po du të mja hek edhe pampersat e ju edhe pelenat atu shka në gjithë. Mos u paraqit, tha po ban durim, që ta mujahidi, për shkak edhe nëse kjo kërkohet për baboj tënd, banja. Pse tha, kur ishe i vogël, tha edhe ti kishe nevojë të mongë dhe të vogël, tha kryshen në ndanën, a i thona, ose në pampers, nevojat fiziologjike i kryshen pampers, ama ti heke boba jetë edhe duke busqe, ose nana yte, duke busqe i shbili, duke të ta kry këtë. Ndërsa, kështu ta kuptohet, tha, mujahidi, ndërsa në rivajet tjetër për mujahidi tha, nëse rastis që të prindërit e tu me pas nëj arom, që arom ati njerëzit në përgjithësi i bezdis, por ty nuk ban me të bezdis, për shkak se është baboj yt, edhe nëse ti nuk mund e bon që ato, por ti paraqitu në fytyrën e baboj tanë si kur si të mbosen. Që bili a i ngroti edhe nëse mbetet në shtrotin e ti, mos ngushtohet shpirtërisht që jam të mundu birin tem ose bijen